Në kuadër të javës botërore të glaukomës, në qendrën e qytetit të Kërçovës u mbajt aksion falas për matjen e tensionit të syrit. Ky aktivitet u realizua nga Instituti i Shëndetit Publik, Klinika Universitare Shkupe Smundjeve të Syve, në bashkëpunim me Spitalin e Përgjithshëm të Kërçovës dhe me Komunën e Kërçovës, dhe kishte për qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm të glaukomës. Mjeku Gazment Mehmeti foli për rëndësinë e këtij aksioni, duke theksuar se matja e rregullt e tensionit të syrit është një hap i rëndësishëm në parandalimin e dëmtimeve të pariperueshme të shikimit. Ai u shpreh i kënaqur me interesimin e qytetarëve dhe theksoi nevojën e kontrolleve të vazhdueshme për një shëndet më të mirë të syve. Në nivel botëror, muaji i mars është muaj i njohur për luftë kundër glaukomit. Sot vendosëm të vijmë këtu në Kërçovë dhe të bëjmë matje falas, për shkak të kësaj dite. Glaukoma është një smundje e cila e kap syrin dhe dëmton ngadalë e sigurt nervin optik. Prandaj në shumë raste quhet edhe vjedhës i heshëm i të pamurit. Është kështu për shkak se kjo sëmundje është pa simptome dhe nëse nuk diagnostikohet herët, ajo mund të vijë deri te verbimi i syrit. Organizohet për qëllim që në pacientë të cilat në këtë rast janë kalimtar të rastit, të bëhet matja e shtypjes së syrit, rekomandohet të shkojë në institucionin më të afërt, në oftalmologjik, të bëjë ekzaminime shtesë. Në qoftë se verifikohet se te ai person bisedohet për glaukom, duhet të ketë terapi. Diagnostikimi i hershëm i kësaj sëmundje do të thotë fillim i mjekimit të hershëm dhe pacienti do të ketë një shikim më të mirë. Ky tip i organizimit në vende tjera organizuar secilin vit, mirë po këtë vetë vendosëm që të vim edhe në Kërçovë dhe këtu të bëjmë këto ekzaminime. Vetëm të desha të faleminderojmë te Klinika Universitare e Syve, Kabineti i Glaukomit, Spitali i Përgjithshëm i Kërçovës, si dhe Komuna e Kërçovës për mbështetjen dhe realizimin e këtij projekti. Glaukoma është një smundje progresive e syve që mund të çojë në humbje të shikimit nëse nuk diagnostikohet në kohë. Për këtë arsye, aksionet të tilla ndihmojnë në informimin dhe sensibilizimin e qytetarëve mbi rëndësinë e kujdesit ndaj syve.